shpirtin shenjt, kishrin e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, gjallën e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Në të parën shenjtë të lumturisë, të mendojmë se Jezu Krishti ditën e Pashkëve është gjallër së vdekurin. Aty ynë që i në qiell, u shenjtë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e i bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e i bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e i bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e i bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e i bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Lavdiatit të të birit të shpirtit shenjt. Qofsh lëvdue nderue, zoja bekuar në natën Zot. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, pështona prej flakës e ferit, qoj në qiell gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të dytën shenjtë të lumturisë, të mendojmë se Jezu Krishti, 40 ditë pasi është gjallër, u ngjit në qiell ditën e shëlbimit. Aty ynë që në qiell, u shenjtë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty,
e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit e të birit e shpirtit shenjtë. Qosh levdue nderue, soja bekuar në natën Zot. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, shtona prej flakës së ferrit, çoj në qiell gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të tretën shajt të lumturisë, të mendojmë se Jezu Krishti 10 ditë pas ju ngjit në qiell, çoi shpirtin shejt mbi apostujt, ditën e rëshajve. Aty që në qiell u shenjë troftë emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus.
Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit e të birit e shpirtit shenjt. Qosh levdue e nderue, Zëja bekuar në anatën Zot. O Jezuse, na i fajmë mëkatet tona, shtona prej flakës e ferit, qoj në qiell gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të katërtën shenjtë të lumturisë, të mendojmë se Zoja bekuar që ngjitur në qiell me korp dhe me shpirt. Aty që në qiell u shenjë troftë emrit, ardhë mbretëria jote, u pa vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus.
Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit e të birit e të shpirtit shajt. Qosh levdu e nderu e zoja bekuar në natën Zot. O Jezusim, na i fal mëkatet tona. Qoj në qiell që shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të pestën shejtë të lumturisë, të mendojmë se Zoja bekuar që kurorzuar mbretëresha e qiellit dhe e dheut, dhe të mendojmë edhe lumturinë e të gjithë engjëjve dhe shejtërve. Aty që në qiell u shenjë troftë e emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falem Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Lavdi Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Qosh levdue nderue, soja bekuar nana të Zot. O Jezusi, na i fal mëkatet tona, pështona prej flakës së ferrit, çoj në qiell gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falemi mbretëresha, nana mëshirës, jeta me lëzimit, shpresa jon. Të falemi ty, thrasim natë shkret, bite e Evës, tu i fsha, tu i gjemue e tu i kjajt, në këtë shekull plot me lot, dhe prapa i torja jon, ata sy të mëshirshmi tu, se le prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, ne mbasar shkretije na kallëzo, o edhe mshmja, o e buta, o e amla, Virgja Mari, amen. Shën Jozefi, loto për ne, soja rozare, loto për ne, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë, amen.
Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyut dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vëllezër dhe motra, sot në familjen tonë është një festë dyfisht, e dielja e Trinisë së Shenjtë, por mbi të gjitha 17 fëmijë për së pari herë me emocionet e tyne kanë me pranu Krishtin në zemrën e tyne, në jetën e tyne. Lusim pra Zotin për këta fëmijë, që Krishti tjetë ai i cili vazhdimisht e udhëheq, e ushqen dhe shëjtron jetën e tyne. E që Zotit na pranon jetin, që Zotit na pranon lutjen, që Zotit na bën të drejtë me marrë pjesën këtë mish, para Zotit i pranojmë mëkatet dhe gabimet tona. Puna e pendimit po vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bë, që i kam vjedh Parizin, kam rritu e ferin, për ma fort që të kam fje ty, o e mira pambarume, që ka që fort në kedasht, në shiro Zot, falëm Zot, po të jap fjallën në ndimin tënde, s'ka me të fye më kur. Hyj gjithë pushtetshëm, pas të mëshirë për ne, na i falët në katët tona dhe na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Lavdi hyjit lartësi qellorë. Lexim prej librit të fjalëve të urta. Urtia e Zotit flet. Zoti më kishte krijuar që në fillim të veprave të veta. Qysh në fillim, para se të krijonte ndonjë send, kam qenë shuguruar prej amshimit. Qysh në kohët më të lashta, para se të krijohej toka. Ende nuk ishin humnerat, e unë isha ngjizur. Ende nuk ishin burimet e urave të shumta, para se të vishin themelet e maleve, para se të ishin kodrat, unë linda. Ende nuk e kishte krijuar tokën as fushat, as elementet e para të pluhurit të tokës. Kur i ujdisit qiejt, unë isha pranë. Kur e kufizoj me ligje të sigurta rrethin e humnerës, kur në lartësi i dendi ret, kur i bëri të fuqishme burimet të humnerës, kur i avuri kufirën rrethues detit dhe ujrave që të mos i kalojnë kufit e vetë, kur tokës i aqiti themelet,
Unë isha pranë si krye mjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij gjithë kohën, duke luajtur mbi globin toksor. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Fjala e Zotit. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yjet, që ti u dhe e qender. Çka është atëherë? Njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të. E pra, e bërë pak më të vogël se engjëjt, e kurorzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. Gjithçka vure nën këmbët e tia, delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe egërsirat e fushës, shpendët e ajrit dhe peshqet e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. Lexim për letrës e Shën Paulit apostol drejtuar romakëve. Vëllezër, të shfaqsuar me anë të fesë, jemi me paqë me hyrën në për Jezu Krishtin Zotin ton, në të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburemi, sepse shpresojmë se të kemi pjesë në lumturinë e hyjet. Mandaj, jo vetëm kaq, ne mburrim edhe për vujtjet, sepse e di mirë se vujtet sjedhen qëndresa na bën besnikëri të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresë. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyet u thërtuar në zemrat tona me anë të Shpirtit Shejt që na u dhuruar. Fjala e Zotit. Lavdiatit e të birit e të Shpirtit Shejt, hyje që është, që ishte dhe që po vjen. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit Shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur të vijë ai, Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. Ai s'do të flas prej vetvetes, por do të flas çka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do të më lëvdoj, sepse do të marr prej simës e do t'ju zbuloj juve. Gjithçka ka Ati është imja, prandaj edhe ju thash: merr prej simës dhe do t'ju zbuloj juve.
Fjala e Zotit. Pak më mirë. Dashur vëllezër dhe motra, dashur fëmijë, prind, edhe dëgjues të Radio Maris, që janë me ne tash. Në këtë mesh, qof lëvdue Jezu Krishti. A keni alo emocione apo I keni hik? Halo, Është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe jam I bindur që kur s'keni pas mosafir më shumë se sot. Sepse është një ditë jashtëzakonisht e madhe. Jeta ka etapa ku do ditë gjatë jetës mbesin të shkrume dhe mbesin të rëndësishme. Fatmirësisht nuk jam shumë, sepse u kanë dashur vetëm me shkru. Janë ditëlindja, janë pagëzimi, janë kungimi, kryzmimi, kush bëhet mështar, mështaria, kush bëhet motor që ka marrë kushtet e përjetshme, edhe është I rëndësishëm sakramenti I martesës. Ju sot jeni tu e marrë sakramentin e tretë në jetën e juaj. Tash kishim e thamë se tretin e jo dytin. Tretin a dytin? Jo, se dytin e keni marrë dje. Sakramentin e rrëfimit e keni marrë dje. Sot jeni duke e marrë sakramentin e kungimit. Motra ju ka mësu që për më kungu janë 3 gjëra të rëndësishme. Apo? E para, cila është? Punët e nevojshme më kungu mirë. Më kungu mirë, cilat janë? Beso se në kungim po e merë Krishtin në zemër. Ua, sa gjë e bukur. Me besu që në hostje nuk është thjesht miell dhe ujë, por me besu që në atë hostje është trupi I Krishtit. Është korpi I Krishtit, është personi I Krishtit I cili bëhet ushqim për ne. Një ushqim, Krishti thot, unë jam buka e gjallë, dhe kush ha këtë buk, nuk do të ketë më kur uri. Dhe kush e pi këtë kelk, nuk do të ketë më kur etje. Pra, Krishti, ne që besojmë, pra, me besu që në kungim jemi duke marrë Krishtin në zemër, çka do me thanë? Do me thanë që me besu që në jetën tonë, ne jemi duke pranu Zotin. Edhe, sa bukur, nuk jemi më vetë. Në ne është Zoti. Në jetën tonë, në shpirtin tonë, e kemi praninë në Zotit. Që Zoti shtëkton me ne. Që Zoti jeton me ne, që Zoti na ruan prej të gjitha të këqijave. E dyta, cila është? Në fakt ne kena thonë dytën e jo të parën. E para më kanë në hirit Zotit. Pa mkat të ranë. Sepse për më kungu, ne du të më kanë hirit Zotit. Hirit Zotit na është dhënë në sakramentin e pagëzimit. E vazhdimisht na jepet nëpërmjet lutjeve dhe sakramenteve, por më kanë pa mkat të ranë. Cili është mkati I ranë? Mkati I ranë nuk është vetëm me vra njerin. Nuk është vetëm me thy kunorën. Nuk është vetëm me bë kush e di diçka të keqe. Mkati I ranë është me refuzu Zotin.
Mëkati i rënë është me refuzu dashurinë e tij. Mëkati i rënë është mu largu ne prej Zotit. E ne shpeshherë bëjmë. Nuk marrim pjesë me zhdillev. Ka ko që dillev si më ka në kish, edhe kur të vinë në kish, dalë kungona. Ju të vëdishëm që kam bëm katin e ranë, cilin e kam refuzu Zotin. Zoti më kaftu, unë s'kam shku. A keni ftu ju në i koncert në fest? Kush për që ndorën më të regu kanë e kaftu? Kush kaftu dikën? Gjustina, kiftu? Ka? Dajen. Gjustina kaftu dajen. Mës me pasar daja, atë kishte me të hatri? Si shëndi mirë. Atëherit, edhe Zoti neve nafton. Dhe ne kur nuk shkojmë në mesh, kur nuk lusim, Zoti t'i jetë hatri. Sepse nuk jemi përgjigj në ftesën e tij. Sa herë që ne nuk përgjigjemi në dashurinë e Zotit, atëherë ne largohemi nga dashuria e tij. Dhe e treta, cila është, sepse me ju pe krytën e kam do puna me prente juj. Cila është e treta? Besa po, e tham, hiri Zotit, 1 orë 1 orë para kungimi ndalë çdo ushqim e pije, uji mund të pijet në çdo kohë. Bravo! Por qëto mi këshyrin kish, gjysa e kanë sakezat në gojë. Edhe kaj dalin më kungu. 1 orë para kungimit ndalohet çdo ushqim dhe pije. Agjërimi i trupit. Pse? Sepse në jetën time jetë duke pranu diçka të jashtëzakonisht të madhe. Jam të pranu Zotin. Dhe atëherit e bëj një agjërim për me pranu Zotin, për me ushqy jetën time me korpin e Krishtit, që është vetë personi i Krishtit. Dashur vëllezër dhe motra, dashur prind, këta fëmijë kanë nevojë për ne të rriturit. Kanë nevojë mi kap për dore dhe mi udhëheq, mi eduku në atë rrugë të cilën vërtet Zoti kërkon. Fatkeqësisht, në shoqërinë të cilën ne sot jemi duke jetu, jemi të pas kohë për gjithçka. Jemi të pas kohë me nejtë në TikTok 2 orë, në Instagram 2 orë, në Facebook 2 orë, në këtë rrjetet sociale. E kur i thoni prindit, pse si të marrë me fëmijën tonë, nuk kam kohë, se jam të punu. Puna më mira, puna më madhja, puna më shenjta që ne mundem me ba, është mi eduku fëmin. Që ta kemi një brez të edukum, të formum, ku ne mundemi më mbështet në ta. Edhe jam i bindur që këta fëmijë nuk e kanë asë një nevojë tjetër për pas nevojën e mbështetjes tonë. Që të punojmë me ta, t'i edukojmë, ta mbjellim në ta farën e Zotit, që pastaj të munden këta vetë mi marë frytet. Nisot nuk jemi të vëdishëm për ato shka të ndodhë në botë. Nuk jemi të vëjdisu. Jemi të lakmu, me shku me një botë përendimore, që thume ma të sigurt, për sigurisë ka kërkon. E keni pashka ka ndodhë para 9 ditëve në Austri, në shkollë, të merë.
Jeni duke pa shka të ndodhë në Ukrainë. Jeni të pa shka të ndodhë në Gazë, jeni të pa shka të ndodhë në Iran, jeni të pa shka të ndodhë në Jeruzalem, në Izrael, jeni të pa shka të ndodhë në Afrikë. Ku janë të vdek me mira fëmijë në ditë, pa fajin e tyne. Edhe askush nuk e jep përgjithësinë. Të gjithë tërheken dhe të gjithë sulmojnë. Por një ditë, gjithë kena me dhanë llogari para Zotit. Për të këqija që jemi duke i mjellë. I dashur prind, nesër, çka dëshiron më bëj fëmia jot? Çka dëshiron më bëj fëmia jot? Dëshiron më bëj sportist? Dëshiron më bëj kryeminist? Dëshiron më bëj kryeparlamentar? Dëshiron me pas një sukses në jetë? Apo dëshiron që fëmia jot në rend të parë të bëhet njeri me virtyte dhe vlera? Sepse kur bëhet njeri me virtyte dhe vlera, ai çdo gjë që arrin sukses, kam ja pa hajrin, siç thot populli, krejt bota. Por nëse ne nuk edukojmë fëmin në vlerat e ungjillit, atëherë të rrezikojmë që dhe fëmijët ta nesër të jenë si të tjerët. Sepse nëse ne nuk e edukojmë fëmin në familje, shoqëria jashtë ka me eduku me mënyrat e tjera, si që të ndodhë në Gjakov, me drogë, me alkohol, e me shumë gjërat e tjera të këqija që jemi duke u ballafaqu çdo ditë. Vëllezër dhe motra, dashur, prind, besimtar, ne nuk na siguron as sigurimi që e bajmë, që e paguajmë, kush e di sa, as shteti, as policia, as kërkosh nuk na siguron. Sigurin më të madhen e kemi nëse ne e mbështesim jetën tonë në Zotin. Nëse ne e përqafojmë kryqin e Krishtit. Dhe nëse ne lejojmë të jetojmë me Krishtin. Sepse siguria më e madhe është ai i cili ka ardhur në tokë, është mishru, është bë bukë, me ushy jetën tonë shpirtërore. A i keni pa fëmijët e juj me emocione me më të mëdha se që i kanë sot? Pse kanë këtë emocion? Ka lind vetvetijo me pranu Krishtin. Krishti pra na bën me emocion. Krishti na bën të ndjeshëm. Krishti është ai i cili ne duhet me leju me lëshu jetën tonë. Nuk pëzgjati shumë. Shumë për jush punani. Edhe dilën nuk vinin kish. Thuni, s'kam kohë. Në një lutje të mëqme, që e kam thënë partal, në vitore e din, thot, mendo mirë njeri i shkret, se të ka falë Zotin këtë jetë. Nuk të ka falë me hangër me pi, si kur t'ishe një bakti. Pastaj, të lutja tjetër të qëllimi njeriut, thot, 6 ditë Zoti t'i ka dhanë, një për veti e ka lanë. Pra në këtë ditë jo me punu, por mundohu më shitnu, në mesh të shku. E ne, gjithë shka jemi duke ba, por jemi duke e zbe raportin ton me Zotin. Jemi duke shmang të djelën.
ku në të diellën, në ditën e diell e gjajmë gëzimin e jetës tonë, lumëtërinë e jetës tonë, e ushejmë jetën tonë. Andej vëllezër dhe motra, ju o prind, këtë krisht të cilën janë duke marrë fëmija juj sot, rune me xhelozi në shpirtin tuaj, në familjet juja. E lejoni që ky Krishti të cilën ne besojmë, që në ka dasht atë shumë, duke dhënë vetën, të jetë bekim për familjet e juja, të jetë udhëhec i familjes suaj, duke e lutë dhe duke kërku hirin dhe bekimin e tij. Uroj, është që shikini këto emocione sot, shikini pas këtë ditë, me këto emocione të runi vazhdimisht Krishtin në jetën e juj. E ju garantoj që ju më nuk jeni vetë. Me ju është Krishti. E keni një mik besnik që ju don, ju mbron, ju ruan. E ju mundohuni që gjithmonë me rujt në zemrat juja. Edhe atëherit, kër mama, babi, nuk vjen në kish, e të bje deri të dera kishës me kërë, e vetë nuk e, mos del pe kerrit, parë dhaj. Mos del pe kerrit, parë dhaj. Që zbashku të takoni Krishtin. Edhe ta ushen jetën e juj, amen, qof lëvdue Jezu Krishti. Besoj në një hytë vetëm. I lindur, jo i krijuar, në gjynë shumatin. Ai që bën njerëzit. Dhe për shpëtimin tonë, zbriti për i qiellit, e unë shumë për vërtet shpirtit shenjtë, për i Virgjës Maria, e u bë njeri, duke i gëzuar në Ponci Pilat, e ngritë në qiell dhe rrinë të gjatë dhe përsëri në të linë nga di për të gjykuar të gjallët e të likurit, e mbretëria të nuk të ketë mbajnë. Besoj në shpirtin shenjtë që vjen për jatit për njerit, që me atin e me birin adhërot e lavdërot, që e foli në anën e profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pakzim të vetëm, dhe jetën e pasosur. Amen. Ta shikim luqjet e besimtarve. Vëllezër dhe motra, t'i lutemi më fej Zotit atë, që çdo ditë na ofron besledhjen e tij me birin Jezus, e na përtrin me shpirtin shenjtë. Të lutemi së bashku duke thënë: dëgjoje o Zot lutjen tonë. O Zot, shpirti yt i shejt e udhëheqet popën tun Leonin e 14, i peshrit tun Duden, famulitarin tun Don Marianin dhe të gjithë klirën e kishës katolike, që ta ndërtojnë në këtë botë në dritën e ungjillit, në dashuri dhe paqe, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë.
O Zot, po të lutem edhe për frirët të reja që kishës mos t'i mëgoj kur dëshmitar të vërteta të fesë të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. O Zot, po të lutemi edhe për të gjithë ne, që për herë të por, po të pranojmë në zemrat tona. Na mbush me hiret e tua, që të qëndrojmë besnik në dashurinë tënde, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. O Zot, po të lutemi edhe për prindit tanë, jep ju forcë, dashuri dhe durës, që të na mësoj dhe edukoj çdo ditë me mesimin tënd, ashtu si shembulli i familjes, së shejt, Shenj Jozef i Maris dhe Jezusit, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Po të lutem, o Zot, edhe për rinin e familjes tonë, që të jene shembull dhe dëshmitar të vërtet të fesë, me fjalë dhe me vepra, në jetën e përditshme. Mbroj nga të gjitha ato rreziqe që i largoj nga feja, familja, adheu dhe kisha, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. O Zot, po të lutemi edhe për të gjithë të vdekurit e familjes, shpirtrat e të gjithë atyre që kanë kaluar në amshim tek ti, dhe që ne shpesh herë harrojmë që fena kanë trashëguar ata. Pranoj në mbretërinë tënde të amshuar, të lutemi. Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë. Dëgjoj dhe vështroj, o Zot, lutjet e popullit tënd, ti që të mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Buka, fryti i punës dhe ndjersës njerëzore, që ti, o Zot, atë shumë e çmove, sa që e zgjodhe të shëndrosh në trupin tënd, të ushqyer me këtë bukë, na ndihmo dhe na forco që edhe ne të bëhemi bukë e thyer për të tjerët. Hosjet, pranoj o Zot këtë hosje që po t'i ofrojmë, të cilat nga duart e meshtarit do të shndërrohen në trupin tënd, e shpirtrat tone do të ushqehen me këtë bukë e cila është ushqimi për jetën e pasosur. Vera, fryti përbërë nga shumë kokra rushi, e cila do të shndrohet në gjakun tënd dhe bëhet pije që shuan etjen e shpirtit tënd. Na ndihmo o Zot të mbetemi në ty të lidhur sikur fermenti në ardhi. Kelku është gota e shëlbimit, është kupa të cilin na e lartësoj me duart e veta hynore, biri i Zotit, duke shndruar verën në gjakun e vet, pra është dhurat hynore, sepse në të shndrohet dhe grumbullohet çdo pikë e gjakut të Jezusit e derdhur për ne. Zemra, bekuar qoftë o Zot, momenti kur ti e hape zemrën tënde për ta përqafuar njerëzimin dhe për ta zhytur atë në pafundësinë e dashurisë sate të madhe. Sot ti ofrojmë zemrat tona, të cilat për herë të parë të pranojnë. Bëj që zemrat tona ti përngjojnë gjithmonë zemrës sate.
për ne pjesh me fjalë që të bekuar Zotin në mëshim. Na pranon Zot për në shpirtin. Lutuni vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dalë pëlqyeshme para hyut atit të gjithë pushtetshëm. O Zot hyjnë, po i thrasim emrin tënd, që ti shejtrosh këtë kushte të shërbesës sonë, dhe që në saj jetë tyre të na shëndrosh edhe ne në dhuratën tënde të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju, t'i lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin hyjën ton. Për një mend është punë e dhe e drejt, është detyrë jona dhe bërim shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkohë ty, o Zotati shejt, hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Ti bashkë me të një lindur i mbirin tënd, e me shpirtin shejt, je një hyj i vetëm, e një Zot i vetëm, 3 persona, por një natyrë. E vërtet atë që ne të zbuluar prej teje, e besojmë mbi lavdin tënde, e besojmë edhe për birin tënd e për shpirtin shejt, e kështu kur shpallim hyjën e vërtet e të amshuar. Ne njëkohësisht adhurojmë trininë e personave, njënin e natyrës e barazin e madhrisë. Prandaj edhe engjëjt e kryengjëjt, kerubenit e serafinit, nuk pushojnë kurrë se brohoritëri një zëri. Më të vërtet je shenjtë Zot, bërimi çdo shitërie. Ty pra po të lutemi, shëtroj këtë dhurata me hiri në shpirtin tënd, që të bëhem për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoi e theu, u adhan zënësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë për këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasu kryedar ka mori edhe kelkun, përsërit falenderoi u adha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim.
Misteri I fesë. Kënë të ndodhë, Zot. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na ljovi të qëndrojmë para Ti e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti I Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët të botës, për sosën e dashuri, bashkë me Papen ton Leonin 14, me I peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilët pushuan në shpresë në ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtarë në jetën e pasosur, me Marin Virgjër, Hylince, më shën Jozefin, fatin e saj, më shenjtrit apostëve me të gjithë shenjtrit, që gjithë herët të pëlqynë, që të madhrojnë dhe të lëvdojnë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, me Krishtin dhe në Krishtin, Ty aty I gjithë pushtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Tashti, gjithë zbashku, si bit dhe bijat e Zotit, e lusim lutjen të cilën e ka mësuar vetë Jezu Krishti. Ati ynë, si falim një fajtër e mos në të bim në të ndërë, por në liro. Në liro, po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona në saj e të mëshirës sate. Do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke prej të shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishti. O Zot Jezu Krisht, ju këtë në apostujve të tu, po ju le paqen, po ju jap paqen time. Mos I shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate. Jepja saj, si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja Zotit qof gjithmonë me ju. Jepjeni njëri tjetrit shenjën e paqes. Korpi I gjakut tonë Jezu Krishtit të bashkuar në këtë kelë ku bëth për ne që marrëm në zemrë shëm jetës pasëse. Mos premto o Zot Krishtit që kërkimi në korpi I gjakut tonë në gjithë shtënimi, por prej njerë se sa në në që në marë shëmeni për shpirë dhe për të. Të botës ki më shirë për ne, o që ja Krishti, qenjë hyut. Ja I që shlën mëkatet e botës, të lumt ata që janë të thirrur në gostinë e qenjit.
Jezu, kur unë bie tim ripran, plot dashni, dorën ti mas gjatë. Jezu, ti je vetëm dashuri, Jezu, vetëm ti nuk ndryshon kur, Jezu, qa kuj shejt më ka pastru zemrën time, që kishte m'katnu. Jezu, Aleluja, Aleluja, Jezu, Aleluja, Aleluja, Jezu, Aleluja, 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 Aleluja. Sot është e dielja e Trinisë së Shenjtë, orari i meshës në ora 9 dhe në ora 11. Mesha gjatë javës, mesha në ora 9 është anë për shpirtin e Tereze Mark Gojani, ndërsa kjo meshë përpaq e bekim në familje të famullisë. Nesër për shpirtin e Flore Prengojani, të martën për shpirtin e Tun Bardhi, të mërkurën simbas njetit Mikel Shala, të njëjtën për shpirtin e Zef Shala, mesha në ora 9, ndërsa mesha në ora 6 mbrëmjes përpaq e bekim në familje të famullisë për popull. Të premtën për familje Anton Nuen dhe të shtunën për familje Mus Gjini. Gjatë javës, mesha në familjen Shtëhanën dhe të shtunën në ora 9 paradite, ndërsa ditëve tjera, mesha është në ora 6 pasdite. Të njëjtën është festë e urdhërume, festa korpit dhe gjaku i Krishtit. E di që në kalendar e keni të diellën, të shkrum, por festa është të njëjtën. Pra të njëjtën është festë e urdhërume, nuk punohet, por shëjtrohet. Me marrë pjesë në mesh, me shëjtnu, është një prej festave që i kemi të urdhërume. I kemi 2 mesh në famullim, në ora 9 dhe në ora 6. Pas meshës e orës 6, do ta kemi procesionin me shëjtnueshmin sakrament, si kurse gjithmonë duke fillu nga kisha dhe në për rrugë që të bëhet bekimi i famullisë me korpin e Krishtit, ku ju ftoj që të merrni pjesë. Ka njëherë fatkeqësisht ndodh që bashkë në festën e urdhërume traktorat nuk nalën të punu gjithë ditën. Krejt mujnë ka nejt ditën e festës punojnë, por të mundohemi me shëjtnu. Gjatë kësa jave, për kapel të vërrezave ka kontribuem Pjetër Gjoka i Kusar 100 euro, Mikel Gega i Kusar 100 euro, Arben Tahiri Doll 200 euro dhe Mhill Gjënue Doll 500 euro. Mbarim të meshës, matë mirëve, që sot dhe është dita veçantë e tyne, urime kungimin e parë, qoftë Zoti gjithmonë i pranishëm në jetën e juj, Krishti ju rujt, që ju të bani edhe matë mirë. Urime familjeve, prindve, edhe pse fatkeqësisht unë s'muj me kuptu, e kur s'ka me kuptu, fëmija merr kungimin e parë, e prindi nuk është në kish. Kjo është e dhëmshme për fëmijët e juj. Urime, punani, edukoni fëmin,
që të kemi të fëmijë të mrekullueshëm. Jemi tu ballafaqu çdo ditë me fëmijë problema dhe me fëmijë hajna, çdo ditë më shumë, edukoni fëmijët, që fëmija, si që thot populli, t'ju shëndrit ftyrën. Sepse një fëmijë i mirë, një katon i mirë. Urime, kaloni mirë edhe në fest, me miq, me dashamir, por edhe ju që jeni në kish këto, lutni Zotin për këta fëmijë, por edhe për prindët e tyre, që ti qëndrojnë besnik Krishtit dhe dashurisë së tij. Tashti pas lutjes së kungimit, para se me marrë bekimin, fëmija do ta marrin edhe kujtimin e kungimit të parë, do ta bëjmë një foto me fëmijë këto, pastaj zbashku me prindrit, është diell mujna me bë dhe në kish ma mirë, por para se me bë këtë, e falenderoj motrën Luqe, që i ka përgadit fëmin për kungim, për mundin, sakrificën. Unë jam i bindur që ma shumë ka pas problem me prindët e tyre se me fëmijë. Sepse prindi gjithmonë është të arsitu fëmin. Kështu që e falenderoj motrën për punën, për kontributin, e sidomos për këtë fest të bukur që sot e kremtum në këtë mesh. Ju falenderoj gjithë juve që keni marrë pjesë, korin që gjithmonë e zbukuron kishën me këndimin e tyre, ministrantat, e gjithve Zoti na bekoft, ju uroj gjithve një të diell të mbarë dhe një javë të bekum prej Zotit. Kështu e harrova dhe fotografin, Leonardin, i cili ka fotografu për ne, për familjen tonë, ku edhe disa foto do t'i merrni edhe në faqe të familjes, por e i përshëndes, që kështu harrova dhe ata, gjithë dëgjuesit e Radio Maris, që ju kanë me ne në këtë mesh, janë lutë zbashku me ne. Të lutemi na left për shpëtimin e trupit dhe të shpirtit, o Zot, hyjnë kungimi i shenjtë që marrëm dhe dëshmim që bëjmë në ndërtë një hyjtë vetëm në 3 persona hyjnore, në për Krishtin, Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft e ju ruajt hyj gjithë pushtetsh, Ati, Biri e Shpirti i Shenjtë. Mesha në ndihmoft të shkojmë në paqe. Tashti pra do t'i thrasim fëmit, edhe do të vinë këto dhe pastaj do t'a bajnë një foto të përbashkët. Arber Tahiri. Hajde Tahir. Daniel Ukaj. Berish.
bashkëret. Një dorë trokitje për fëmijët.